Duke recituar një vjersh e filloi sot konferencën me gazetar Shoqëri Hyseni nga vetëvendosja Ferizajt. Prej gjakut të komunës tymi shkon hava, ambienti jetësor ndodhet pa enda. Me këto vargje, Hyseni po reagon ndaj ndodhjes ambientit që po bën pushteti lokal, duke mos marrë masa për ndërprerjen e ngrohjes me thëngjell në shumë institucione që ndodhen në qytet. Ky subjekt opozitar po thot se kryetari Ferizajt nuk po e ndal keq menaxhimin, por po e vazhdon edhe më shumë atë. Edhe me ligj është e përcaktuar sa duhet të jetë largësia e objektit që përdor thëngjell dhe që nga tymtari i tyre dalin produktet ndryshme si qarm, tymi, bloza e tjera që dhe shkaktojnë sëmundshmëri të qytetarët. Këtë kryetari kuvendit Ferizajt nuk e di, njërisht nuk e di as stafi i tij, nuk e din as ata që mirën me shëndetin e qytetarëve, as përgjegjësit e tyre, dhe kryetari thotë, nuk është ankuar askush për këtë. Me që kryetari nuk është mjek dhe rrjedhimisht edhe s'ka një uri nga kjo lami dhe nuk ka drejtori për shëndetësi dhe institucione tjera publike të cilat mirën me këtë problem, e njoftojmë, e informojmë se lidhur me tymin, blozën, pluhrat, ka shumë punime shkencore që e vërtetojnë se ato janë shkaktare të ndryshme të smundjeve, veçanërisht të smundjeve të traktit respirator. Non stop e përmendit sfaqen si kur keni komunikuar me të për gjitha këto probleme, keni pasta kemi ju si njënës kësaj fushë me sfaqen dhe e keni mësuar atë, apo? Ja, une me sfaqen nuk flas, jo pse s'kom arsye të shkoj te sfaqja, po ju nëse keni përcjell sfaqen, ai të gjitha këto që i thash une, i është përgjigj njerëzve kur kanë folur lidhur me tymin që del prej kuvendit komunal. Prandaj unë ku shfrytëzoj rastin të përgjigjem, po edhe të flas për rëndësinë që ka në aspektin shëndetësor, në aspektin mjekësor. Përveç tymit, vetëvendosje pat kritik edhe për papastërtinë që po bëhet në kompleksin e institucioneve arsimore në rrugën Rexhep Bislimi. Po ndotja e ambientit nga hedhurinat e ndryshme konsumuese, po dhe nga materialet të ngurta, siç është rasti para Universitetit të Ferizajt, e ana shkollës ekonomike Fajk Konica, e pyesim kuvendin komunal, e ka shndruar në deponijat e apo jo? Po qelbrimi asaj rrugë, po rrethi trotuareve me gur, që për fëmijët paraqet një rrezik të madh, sepse duke luajtur mund të rrëzohen, mund të lëndohen dhe mund të jenë fatale. Po hedhurinat e nxënësve aty pari, pa pasur asnjë kontenjer. Po studentëve u ka siguruar ndonjë gjelbrim apo ndonjë karrig për të pushuar. Po organizimi i nxënësve dhe arsimtarëve në ndonjë orë të edukatës fizike nuk mund të grumbullojnë këto hedhurina? Po ndotja nga qenet që paraqet edhe rrezik fizik për qytetarët. Në vetëvendosjen e Ferizajt paralajmëruan se me ngrohjen e kohës do të paraqiten edhe më shpesh me deklarata publike për të reaguar pikërisht për ndotjen e ambientit edhe në pjesë të tjera të qytetit.